të mirë. Në Stamboll erdhi i pari. Ngjashëm, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky priti që të vijë dhe homologu i tij rus Vladimir Putin. Por ky i fundit në vend se të vi vet, e dërgoi dikë tjetër që të negociojë në emër të Moskës zyrtare. Për këtë ukrainasit i mbeti fort hatri. Delegacioni ynë është në nivelin më të lartë, Ministria jashtme, zyra ime, ushtria, inteligjenca jonë, përfaqësues të gjitha agjencive të inteligjencës. Nuk e di zyrtarisht nivelin e rusëve ende, por nga ajo që pash duket më shumë si një nivel dekorativ. Ky deklarim i tij nuk u prit as pak mirë në Kremlin. Së pari Zelensky po bënte disa deklarata duke kërkuar që Putin t'i vinte personalisht. Ai është një njeri i mirë, të gjithë e kuptojnë, përveç tij dhe atyre që e kontrollojnë. Pastaj shokët e tij të lartë i shpjeguan se nuk duhej të sillej kaq pamend dhe se nevojiteshin negociata. Sido që të jetë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, ukrainasin e priti me nderimet më të larta shtetërore në pallatin presidencial në Ankara. Pas tërheqjes taktike të Putinit nga ky takim ballë për ballë me Zelenskin, siç ja kishte kërkuar ky i fundit, mbetet e paqartë nëse bisedimet për paqe midis Rusisë dhe Ukrainës do të zhvillohen ashtu siç ishin planifikuar. Këtu e mbyllim këtë edicion lajme.